Gjilieta Gjilaga duket se ka vendosur të bëj pak pushim nga gatimet në shtëpi duke marrë me shumë humor vendimin e saj. Këngëtarja ka ndarë në Insta Story një postim që ka bërë me njëherë bujë dhe ka shkaktuar shumë të qeshura mes ndjekësve. Në foto, Gjilieta kishte publikuar një imazh të shoqëruar me një citim interesant. Studimi i Harvardit, gratë që nuk gatuajnë për burrat e tyre kanë martesa më të lumtura. Duke e marrë me shaka, ajo i është drejtuar partnerit të saj, portierit të njohur Alban Hoxha, dhe ka shkruar me humor që sot nuk ka më gatime. Me sa duket, Gjilieta ka gjetur mënyrën më të bukur për të bërë shaka me rutinën e përditshme, duke e kthyer situatën në një moment plot gaz dhe batuta. Postimi është pritur me shumë komente pozitive, ku ndjekësit kanë vlerësuar anën e saj të sinqertë dhe me humor, ndërsa shumë gra janë shprehur se ndihen të përfaqësuara nga ky mesazh. Artistja e njohur për karakterin e saj të drejtë për drejtë shpesh ndan momente të jetës në çift me Albanin, dhe këtë herë ka bërë sërish me stilin që e karakterizon.